Pse dështoi Albin Kurti? Në historinë e shkurtër të shtetit të Kosovës, pak lider kanë ardhur në politikë me aq idealizëm dhe besim sa Albin Kurti. Një njeri që nuk vinte nga lufta, por nga fjala, jo nga strukturat e vjetra të pushtetit, por nga rrugët, auditorët dhe protestat. Kurti përfaqësoi shpresën e një brezi të ri që kërkonte të ndërtonte një shtet që nuk i ngjante as komunizmit të vjetër, as korrupsionit të ri. Në vitin 2021, ai fitoi zgjedhjet me një rezultat historik si askush më parë. Populli i dha mbi 50% të votave një mandat të plot, të pastër. Në atë moment, u duk sikur Kosova po hinte në një epokë të re, epokën e drejtësisë, barazisë dhe dinjitetit kombëtar. Por në politik, çdo fitore është vetëm fillimi i betejës së vërtet. Në zyrën e kryeministrit, Albin Kurti hyri pa aleanca, pa marrëveshje të fshehta dhe pa borxhe politike. Dhe pikërisht për këtë, sistemi filloi ta përballej me të. Sepse në një shtet të ndërtuar mbi kompromis, një njeri që refuzon kompromisin kthehet automatikisht në armik. Ai preu shumë fije të vjetra, rrjete interesash, kontrata politike, ndikime që për vite ishin bërë pjesë e administratës. E bëri këtë me bindjen se pastrimi moral ishte hapi i parë drejt reformës. Por në të njëjtën kohë, fitoi edhe shumë armiq brenda dhe jashtë. Sepse çdo sistem që jeton me privilegje e ndjen rrezik idealizmin e një njeriu që nuk ka çfarë të humbas. Në planin e jashtëm, Kurti zgjodhi një rrugë të vështirë, të mos ulet në tryezë si i nënshtruar, por si i barabartë. Kjo solli përplasje me partnerët ndërkombëtar. Në Bruksel, shumë diplomat nuk ishin mësuar me një kryeministër të Kosovës që fliste me tonin e një shteti sovran. Në Washington, disa e shihnin si kokfort, të tjerë si të papjekur politikisht. Por për një pjesë të popullit, ai ishte zëri i parë që nuk kishte frikë të thoshte jo kur ndjente se Kosova po trajtohej si vend i dorës së dytë. Në këtë mes, shpërtheu edhe përplasja më e rrezikshme, ajo me listën serbe. Struktura politike që përfaqësonte minoritetin serb në Kosovë, por që realisht vepronte si instrument i Beogradit, u bë pengesa kryesore e qeverisë Kurti. Çdo reform, çdo ligj, çdo vendim që prekte veriut, ndeshej me bojkot, me tensione, me protesta të organizuara nga strukturat serbe. Kurti u përpoq të impononte ligjshmëri, por përballë kishte një realitet që sfidonte vetë shtetin. Ai dërgoi polici në veri, ngriti flamurin e ligjit mbi simbolikat e frikës, por për këtë u përball me trysni ndërkombëtare dhe kërcënime politike. Në fund, ndërkombëtarët kërkuan qetësi, Beogradi kërkoi kontroll, ndërsa Kurti kërkoi barazi. Por në një terren ku secili kishte interesin e vet, lideri që nuk pranoi kompromisin mbeti izoluar. Ai nuk u rrëzua nga populli, por u rrëzua nga vetmia politike. Në brendësi të vendit, qeverisja u përball me vështirësi që çdo reformator njeh, një administratë e trashëguar, gjyqësor i ngadalshëm, burokraci që i reziston çdo ndryshimi. Kurti kërkoi të reformonte sistemin e drejtësisë, por u ndesh me një strukturë që prej vitesh jeton në hijet e politikës. Ai tentoi të ulë korrupsionin, por e kuptoi se korrupsioni nuk qëndron në një zyrë, është kulturë që është futur në çdo cep të jetës publike. Në të njëjtën kohë, dialogu me Serbinë mbeti një plagë e hapur. Çdo takim, çdo marrëveshje, çdo tekst që dilte nga Brukseli dukej si një fitore për njërin palë dhe humbje për tjetrën. Kurti refuzoi të pranojë asociacionin e komunave serbe në formën që Beogradi kërkonte, duke e parë si kërcënim ndaj sovranitetit të vendit. Por kjo e futi në përplasje me aleatët perëndimor dhe e bëri të duket si lider që sfidon edhe miqt, jo vetëm kundërshtarët. Në fund, ajo që ndodhi nuk ishte një dështim në kuptimin klasik të fjalës. Albin Kurti nuk humbi sepse populli u kthye kundër tij. Ai humbi sepse u përplas me një sistem që ende nuk është gati për ndryshim të thellë. Në histori, Albin Kurti do të kujtohet si lideri që guzoi të sfidoj Serbinë, por edhe diplomacinë ndërkombëtare. Si njeriu që nuk pranoi të ulet në tryezë përpara se ta respektonin si të barabartë. Si idealisti që kërkoi drejtësi, por zbuloi se drejtësia shpesh është më e komplikuar se e mira dhe e keqja. Dhe mbi të gjitha, si njeriu që kuptoi se politika nuk është luftë me fjalë, por arti durimit. Ai nuk u rrëzua nga urrejtja e popullit, por nga pesha e premtimeve që nuk mund të përmbushen shpejt në një vend të ndërtuar mbi plagë të vjetra. Sepse ndonjëherë, në politik, nuk mjafton të jesh i drejtë, duhet të dish të mbijetosh në një botë që nuk është. Dhe ndoshta, historia e tij nuk ka përfunduar ende. Kosova është ende në kërkim të një ekuilibri mes idealit dhe realitetit. Dhe diku, në heshtje, qëndron pyetja që askush se thot me zë: a dështoi Albin Kurti? Apo dështoi vetë sistemi që nuk e lejoi të fitojë?